Ju njohim me përmbledhjen javore të lajmeve. Kjo është Radio 7. Prokuroria Speciale konfirmoi se kryeministri Albin Kurti nuk u paraqit në organin e specializuar për hetimin dhe ndjekje penale për dhënë dëshminë e tij në rastin e dyshimeve për keqpërdorimet me rezerva shtetërore. Prokuroria Speciale thotë se edhe në këtë rast penal, sikurse në gjitha rastet e tjera, do të veprojë duke respektuar legjislacionin në fuqi. Kurti ishte urdhëruar nga gjykata themelore e Prishtinës që sot në orën 18 të paraqitet përpara prokurorëve, por sikurse ftesat e Prokurorisë Speciale, ai nuk e ka respektuar këtë urdhër gjyqësor. Kryeministri i Kosovës Albin Kurti nga Gjilani, ku ka marrë pjesë në ceremoninë e vendosjes së gur themelit për një çerdhe, theksoi se është i gatshëm të dëshmojë, por ka kërkuar që hetuesit e Prokurorisë Speciale ta takojnë në zyrën e tij. Po se refuzoj të jap dëshmim. Përkundrazi kam thënë që jam jo vetëm i gatshëm, por edhe interesuar që të dëshmoj. Sipas tij, ky intervistim ka qenë i mundur që në muajin dhjetor. Në anën tjetër kam shkruar letrën në cilën kam treguar edhe oraret se kur mund të bëhet. Unë mirëpres prokurorinë e shtetit në zyrën e kryeministrit. Ka pasur raste të kaluarën kur prokurorët, hetuesit kanë ardhur për kryeministra, madje jo vetëm si dëshmitar, po si të pandej. Prandaj nuk ka asnjë arsye që kjo të mos vazhdohet. Sipas Kurtit, prokuroria flet më shumë për të se sa për krimin dhe korrupsionin. Shefi i qeverisë në Kosovë tha se nga marsi 2021 deri në gusht 2022, ministrat e qeverisë së tij kanë dorëzuar 247 kërkesa për hetime ose kallëzime penale, por asnjëra prej tyre nuk ka prodhuar hetim me akuzë. Këshilli Prokurorial i Kosovës dhe zyra e prokurorit të shtetit koordinojnë deklaratat e kryeministrit Albin Kurti pas vendimit për mos paraqitjen e tij në Prokurorinë Speciale për dhënë dëshmi. Institucionet e organit të akuzës, si kujtojnë shefit i qeverisë, zbatimi i ligjit nuk mund të keq interpretohet sipas shijeve, interesave dhe nevojave të kryeministrit. Këto deklarime përbëjnë vetëm pikpamje dhe botkuptime personale që ka ai për sundimin e ligjit, sepse veprimet për zbatimin e ligjit janë detyrim, jo vetëm për sistemin prokurorial, por dhe kryeministrin, qeverinë dhe për cilin do institucion tjetër dhe qeveritar të vendit, thuhet në reagimin zyrtar. Arrin 3.7 milion euro vlera e pasurive të sekuestruara në Kosovë. Në 3 muajt e fundit të vitit kaluar janë raportuar pasuritë konfiskuara në shumën prej mbi 200.000 euro, ndërsa vlera e pasurive të sekuestruara për tetor-dhjetor 2024 arriti në 3.7 milion euro në 51 raste. Në mbledhjen e Këshillit Prokurorial të Kosovës, kryesuesi i koordinatorit kombëtar për luftimin e krimit ekonomik, Shqipion Fazliu, shpalosi raportin 3 mujor tetor-dhjetor të vitit kaluar. Ai shpreh shqetësimin për dështim të funksioneve të prokurorisë, me që sipas tij ka prokuror që nuk bëjnë kërkesa për shitje të aseteve. Gjatë ditëve dhe javëve të kaluara kemi kërkuar nga ana e koordinatorëve lokal që të intensifikohet puna në paraqitjen e kërkesave të tilla, mirë po nga përgjigjet që kemi pranuar, shihet se ka prokurori dhe prokuror që nuk kanë kthyer fare përgjigje për këtë çështje, deklaroi Shqipion Fazliu. Trupi diplomatik në Kosovë është treguar kritik për mënyrën se si kryeministri po i qaset thirrjes së prokurorisë për të dëshmuar mbi hetimet për dosjen e rezervave të shtetit. Ambasada britanike kërkoi nga të gjithë të përfshirët në rast të respektojnë kushtetutën dhe procedurat ligjore dhe të punojnë për atë që është në interesin më të mirë të Kosovës. Respekti për sundimin e ligjit është një tipar kryesor i demokracisë së Kosovës, deklaroi për gazetën Express ambasada e Mbretërisë së Bashkuar në Prishtinë. Shefi i qeverisë këmbgul akuzat të marrë dëshminë e tij në ambientet e kryeministrisë dhe jo në zyrat e prokurorisë. Oda ekonomike amerikane në Kosovë bashkohet thirrjeve të trupit diplomatik që kryeministri të respektojë institucionet. Sundimi i ligjit është gur themeli i qeverisë demokratike, stabilitetit ekonomik dhe sigurisë së investitorëve, thuhet në reagimin e odës ekonomike amerikane. Kjo vjen pas zhvillimeve të fundit ku kryeministri Albin Kurti nuk ju përgjigj urdhrit të gjykatës për të paraqitur për intervistim në prokurori lidhur me rastin e rezervave shtetërore. Një sistem i fortë i pavarur gjyqësor, i lirë nga ndërhyrja politike, është jetësor për sigurimin e integritetit institucional dhe besimin e publikut, thuhet në komunikat. Sipas odës ekonomike, zbatimi i vazhdueshëm dhe i paanshëm i normave juridike jo vetëm që mbron demokracinë, por gjithashtu promovon një mjedis të parashikueshëm afarisë të nevojshëm për rritjen e qëndrueshmërisë ekonomike. Përfundoni gjithë procesi numërimit të votave të zgjedhjeve parlamentare të 9 shkurtit në Kosovë. Vendvendosja shpallet fituese me mbi 396.000 vota nga të gjitha kategoritë e votuesve. Ajo fitoi mbështetjen më të madhe nga votuesit brenda dhe jashtë Kosovës. PDK shpallet forcë e dytë me mbi 196.000 vota të marra nga votuesit. Ajo siguroi vendin e forcës së parë opozitare duke mos ia dalë të rrëzojë Albin Kurtin nga qeverisja. Lidhja Demokratike e Kosovës rezulton forca e tretë me mbi 171.000 vota, ndërsa koalicioni Ramush Haradinajt arriti të marrë pak më shumë se 66.000 vota. Rezultati më sipër mund të certifikohet gjatë kësaj jave pas afatit dytitor për ankesat.
Me rezultatet e zgjedhjeve vendosja arriti të marrë 48 mandate, Partia Demokratike e Kosovës 24, LDK 20, ndërsa Alianca për Ardhmërinë e Kosovës dhe nisma 8 mandate. Pjesa tjetër e mandateve do të ndahen për pakica sipas ligjit, që në këtë rast do të pjestojë 9 mandate për listën serbe, 1 për Partinë Liri dhe Demokraci dhe BTS dhe 10 të tjera për partitë jo serbe. Numrat duke se detyrojnë Kurtin të bëjë koalicion. Kryetari i Lidhjes Demokratike të Kosovës dhe ish kandidati për kryeminist Lumir Abdigjiku reagoi pas numërimit të gati të gjitha votave të diasporës të zgjedhjeve të nëntshkurtit. Abdigjiku shkroi se merr përgjegjësinë për rezultatin e LDK-s në zgjedhje duke shtuar se nuk kanë arritur rezultatin e menduar. Megjithatë ai deklaroi se do të mbajnë kokën lart pasi në legjislaturën e ardhshme do të kenë 7 deputet më shumë se në të kaluarën. Rënja, ajo katastrofalja, është e shpejtë, shpeshherë dhe fatale. Ringritja, ajo e vështira është e ngadalë, kërkon punë dhe shumë punë, shkruan Abdigjiku. Aktualitet. Kosova kujton 27 vjetorin e epopesë së UÇK-s. Presidenti Vjosa Osmani vlerëson se ky është një testament i përjetshëm i qendresës, i sakrificës dhe i pathyeshmërisë së popullit ton. Më 5 mars bën 27 vjet të rënies së komandantit ligjendar Adem Jasharit, familjes së tij dhe jasharëve të tjerë. Por liria nuk përmbyllet me betejat tona, sepse ajo kërkon përkushtim të përditshëm për ta mirëmbajtur, kërkon sakrificë të vazhdueshme për ta mbrojtur shtetin ton të fortë dhe për të ardhmen e fëmijëve ton e për brezin e ri të jasharajve. Këtë kujdes, sot mbi vete e mban ushtria e Kosovës, trashëgimtarja e UÇK-s, Forca e Sigurisë së Kosovës. Në mbledhjen e qeverisë Kosovës, kryeministri Albin Kurti me rastin e shënimit të epopesë së UÇK-s tha se kjo epope ka vetëm një adresë, lirinë nga pushtuesi serb dhe në horizont bashkimin ton. Ngjarja që përmblidhet nën fjalën epope, krejt sikurse emri që i është vënë, na e ka ritmuar historinë tonë bashkëkohore të më shumë se një qerek shekulli. Kjo do të thotë se na e ka përcaktuar ritmin e mendimit dhe veprimit, politik dhe jo vetëm. Emrat Shaban, Adem dhe Homs janë kthyer në absolutët tonë. Gratë e familjes Jashari janë bërë simboli i marrëdhënies mes gruas së popullit autokton dhe mëkimit të ndjenjës së adedashurisë. Sipas shefit i qeverisë së Kosovës, ne jemi në udhën e përcaktuar nga epopeja dhe për 4 vit qeverisje. Sipas tij, Kosova është duke ecur në ritmin e saj. Çfarë themi kur themi se epopeja na ka përcaktuar një ritëm? Ç'është ky ritëm? E gjejmë në fjalët e Basës Rifat në 25 vjetorin e epopesë përpara trupës së ushtrisë son kur tha: mbi luftën e gjakun të gjejmë një gjuhë të përbashkët. Në kuvend, po Basa Rifat e artikuloi edhe më tej, citoj sërish: të jemi të një gjuhe për të ndarë një herë mirë prej Serbie e pastaj kemi kohë për të marrë me të gjitha tjera. Ish ministri i jashtëm i Kosovës Enver Hoxha i është bashkuar omazhave në Prekaz dhe Mari në kuadër të fillimit të ditëve të epopesë së ushtrisë çlirimtare të Kosovës. Përmes rrjeteve sociale, ai nderoi sakrificën e komandantit ligjendar Adem Jashari dhe të gjithë dëshmorëve që dan jetën për lirinë e Kosovës. Ditët e epopesë së UÇK-s shënojnë një nga periudhat më të rëndësishme të historisë së luftës për lirinë në Kosovë, duke kujtuar sakrificën e familjes Jashari dhe të gjithë atyre që dan jetën për vendin. Kryetari i Lidhjes Demokratike të Kosovës Lumir Abdigjiku në 27 vjetorin e epopesë së UÇK-s përkujton sakrificën sublime të familjes Jashari dhe të gjithë të rënëve për liri. Të kujtosh e të shënosh për vjetorin e epopesë së UÇK-s do të thotë të kujtosh dhe të shënosh vetë themelin e shtetit të Kosovës, si dhe përpjekjes së popullit për liri, apelon Abdigjiku. Përmes rrjeteve sociale, ai shkruan se data 5, 6 dhe 7 mars e vitit 1998 shënon ngjarjen më kulminante në luftën e Kosovës për liri dhe çlirim. Familja Jashari është shembulli më i pastër i asaj që mund të bëjë një popull për lirinë e tij. Në këtë ditë, në 27 vjetorin e epopesë së UÇK-s, kujtojmë me krenari dhe nder të gjithë fëmijët, gratë e burrat që dan jetën për lirinë e Kosovës, të cilën e gëzojmë sot, shkruan kryetari i Lidhjes Demokratike të Kosovës Lumir Abdigjiku. Kryetari i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës Ramush Haradinaj pas omazheve në kompleksin memorial në Prekaz me rastin e fillimit të epopesë së UÇK-s, kujtoi se tek Prekazi komandantit legjendar Adem Jashari, aty ku sakrifica arriti kulmin e saj, kujtoi me epopenë e UÇK-s të gdhendur përjetësisht në historinë e kombit shqiptar, me emrat e heronjve, dëshmorëve dhe martirëve të flijuar për liri. Gjenden dhe eshtrat që dyshohet se i përkasin personave të vrarë në luftën e fundit në një fshat të komunës së Podujevës në Kosovë. Komisioni qeveritar për personat e zhdukur informon se gjatë gërmimeve në fshatin Obranq kanë hasur në eshtra që dyshohet se mund të jenë të personave nga lista e të zhdukurve me dhunë gjatë luftës në Kosovë.
aktualisht eshtrat e gjetura janë duke u ekzaminuar nga ekspertët e Institutit të Mjekësisë Ligjore me qëllim të identifikimit të saktë. Gërmimet u realizuan në bazë të informacionit që qytetarët kishin ndarë në fund të muajit janar. Komisioni qeveritar për persona të zhdukur inkurajon qytetarët të vazhdojnë të ofrojnë informacione të vlefshme pranë këtij komisioni. Departamenti Amerikan i Mbrojtjes konfirmon se nuk ka ndryshime të pranisë ushtarake amerikane në Kosovë, por me tensionet e vazhdueshme në Ballkan dhe me ndryshimin e prioriteteve globale, Kosova duhet të përgatitet për çdo skenar, thon ish zyrtar të NATO-s, ndërkohë që ushtarakët amerikan të KFOR-it kryen patrullime përgjatë vijave në veri të Kosovës. Këto përpjekje janë pjesë e misionit të përditshëm të KFOR-it për të garantuar një midis të sigurt për gjitha komunitetet që jetojnë në Kosovë. Berlini parashet ndryshimin në bisedimin ndërmjet Kosovës dhe Serbisë mbi marrjen e drejtimit nga ndërmjetësi i ri dërguar nga Bashkimi Evropian Peter Sorensen. I ngarkuari i posaçëm i qeverisë gjermane për vendet e Ballkanit Perëndimor, Manuel Sarrazin, thotë se Sorensen me siguri do të vendosë thekse të reja në dialog. Në intervistë për Deutsche Welle, ai tha se Gjermania ka detyrë thelbësore për ta mbështetur ndërmjetësin për zgjidhjet dhe se Sorensen është personi i dur për këtë. Bisedimet e para që kemi zhvilluar na kanë krijuar një përshtypje mjaft të mirë për të si person. Njëkohësisht Sorensen me siguri do të përpiqet që me një punë këmbgulse profesionalisht të arrijë afrimin ndërmjet dy vendeve, tha i ngarkuari i posaçëm i qeverisë gjermane për vendet e Ballkanit Perëndimor Manuel Sarrazin. Radio 7, zëri pozitiv i qytetit. Incident në kuvendin e Serbisë. Deputetët e opozitës u ngritën nga ulse dhe aktivizuan mjete piroteknike në sallë. Shkaku bë miratimi i rendit të ditës, të cilin opozita e kundërshtoi. Ajo kërkoi që në rend ditë të ishin vetëm ndryshimet në ligjin e arsimit të lartë, duke thënë se qeveria ka shpallur dorëheqjen, nuk mund të miratoj ligje të rëndësishme. Deputetët opozitarë ju afruan tavolinës së kryetarit, aktivizuan bomba me tym të kuq dhe të zi dhe shpalosën një pankartë ku shkruaj: Serbia po ngrihet për të rrëzuar regjimin. Në seancë duhet të miratohet dhe dorëheqja e kryeministrit të Serbisë, Miloš Vučević, të cilin ai ofroi më 28 janar nën presionin e protestave të studentëve. Kryetaria e Kuvendit të Serbisë Ana Brnabić u bëri thirrje deputetëve që të vazhdojnë punën pasi opozitarët hodhën gaz lotësjellës në sallën e parlamentit. Trazirat shpërthyen kur deputetët e opozitës, pasi miratuan rendin e ditës, u drejtuan drejt Brnabićit, por sigurimi parlamentar i pengoi të ofroheshin tek ajo. Më pas deputetët e opozitës ndezën flak në sallë dhe hodhën gaz lotësjellës. Ata shpalosun flamuj serb si dhe një pankartë ku shkruaj: Serbia po ngrihet që regjimi të bie. Serbia është e bindur se kërkesa e Kosovës për qenë të ftuar special në Këshillin e Evropës nuk do të merret në shqyrtim. Kryetaria e Kuvendit të Serbisë, Ana Brnabić, deklaroi të mërkurën se kërkesa e Kosovës për të qenë e ftuar speciale në Komitetin për Çështje Politike dhe Demokraci të Asamblesë Parlamentare të Këshillit të Evropës është hequr nga rendi i ditës. Gjatë seancës së Kuvendit të Serbisë, Brnabić shprehu mirënjohje të madhe për miqt nga Spanja dhe nga Partia Popullore Europiane, të cilët ofruan mbështetje në mënyrë që të kishin shumicën për të arritur ta hequr këtë kërkesë nga rendi i ditës i Komitetit Politik të Asamblesë Parlamentare të Këshillit të Evropës. Antarët e delegacionit të ftuar special mund të ulen në Asamblenë Parlamentare, por nuk kanë të drejtë vote. Kosova dështoi të antarësohet në Këshillin e Evropës në fillim të vitit 2024 për shkak se u kushtozua me asociacionin e komunave me shumicë serbe në Kosovë. Bashkimi Evropian shpreh shqetësimin lidhur me zhvillimet në Serbi, si për pengimin e punës së parlamentit, ashtu dhe për ndërhyrjet në punën e organizatave të shoqërisë civile. Zhvillimet e fundit në Serbi të drejtuara nga organizatat të shoqërisë civile janë po ashtu shqetësuese. Shoqëria civile luan një rol jetësor në zhvillimet e demokracisë dhe shoqërisë pluraliste, shtohet në njoftimin e zëdhënëse së Bashkimit Evropian. Në lidhje me incidentin në Parlamentin e Serbisë, Bashkimi Evropian fton të gjitha palët që përmes dialogut t'i adresojnë shqetësimet që kanë. Ne vazhdimisht kemi bërthirrje për uljen e tensioneve duke krijuar kushte për një dialog gjithëpërfshirës nga gjithë pjesëmarrësit, përfshir aktorët politikë, institucionet dhe përfaqësuesit të shoqërisë civile për të adresuar reformat e domosdoshme për të ardhmen e Serbisë në Bashkimin Evropian, u tha në reagimin e BE-s lidhur me zhvillimet e fundit në Beograd. Ndoqët përmbledhjen javore të lajmeve. Kjo është Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.